Kur numërimi mbrapsht ka filluar drejtorës për të dërguar kandidatët për deputet në Komisionin Qendror Zgjedhor, partitë politike po japin dorën e fundit listës me të cilën do të përfaqësohen në zgjedhjet e 11 majit. Qytetarët e Vlorës të pyetur për deputetët që duan t'i përfaqësojnë në Kuvendin e Shqipërisë, theksojnë se ata duhet të jenë njerëz të papërfolur dhe figura të pastërta, por edhe djemë dhe vajza të cilët të jetojnë në qytetin e Vlorës. Po s'ka ndalë që ta vlerësojmë. Po të jenë shqiptar njerë. Po shqiptar dhe se s'do Po të mërojnë Shqipërinë ore. Dhe të mos jenë me fjalë së parit jenë mirë do ishte vlonjat, sepse i njojnë Vlorën, e njojnë familjet vlonjate, e njojnë temperamentin e Vlorës e tjerë e tjerë. Së treti, të jenë të pakorruptueshëm. Kjo është një fjalë e madhe fakt. Je pakorruptueshëm, po të majnë familjet e tyre, të jenë me nder dhe dinjitet, edhe të ndihmojnë edhe të varfrit. Ndihmojnë në njerëzit që për punën e për jetën e ta bëjnë më të mirë jetën, ti ndihmojnë edhe në ana financiare në kuptimin me nej shoqata me një diçka të tillë, po edhe për punë. Unë s'merrem fare me politikë, po të rinj, të ikin këta të vjetër të gjithë. Sa? Po u pa më iri prandaj. Çado presim nga këta ne. Nga të gjitha palët. Më mirë dalin të rinj të shpëtojë edhe njerëzit të mbyllin dhe bujnë edhe njerëzit. Unë për mendimin tim, garda e vjetër, veteranët, sigurisht me vlera, intelektuale, tjera politike, duhet të ruhen. Sigurisht që duhet freskohen me brez të ri, po jo në këto për masa që deklaron për shembull për Partinë Socialiste e Dirama 30% Se nuk i dim përvojën e tyre, nga 20-25% element të rinj. Dhe të fus element të rinj, po t'i fus në garë, jo në listën e që të flëngjume dhe të bëhen debutet, se kësa s'na duhen e. Kjo është. Por veteranët e politikës dhe intelektualët s'duhet i heq. Janë shpresa, se dhe parlamentet e botës ku do që shikojmë janë të vjetër me thinja, të gjitha ndej me thinja. është vlerë. Hiqish drejtori Agolli për shumë fjala vjen nga parlamenti në asnjë mënyrë. Por nga ana tjetër ka edhe nga ata qytetarë që shfaqen skeptik apo nuk dëshirojnë që t'japin komente dhe opinione rreth politikës, pasi duket se janë të lodhur prej saj. Kandidatët për deputet, si duhet të jenë? Nuk na duhen fare. Le të bëjnë çfarë duan ata, pse ne do Na fal. Ora 24 e të mërkurës është edhe afati i fundit, kur protokolli i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të presë listat e kandidatëve të partive për parlamentaret. Partitë janë duke zhvilluar ndërkohë edhe diskutimet më të fundit me drejtuesit dhe strukturat e tyre, përpara se emrat të zyrtarizohen në limitet e afatit zyrtar.